Qarku i Korçës ka një pasuri tepër të madhe arkeologjike. Unë sot kam ardhur për të vizituar tumën e Kamenicës, por a e njohim të gjithë se çfarë përfaqëson ky monument? Unë jam këtu me arkeologun Florence Cenolli, i cili do të na shpjegojë se çfarë është kjo tumë, kur është zbuluar dhe pse është kaq e veçantë. Përshëndetje Florence. Përshëndetje, mirë se ardhur. Cili shekull daton tuma e Kamenicës dhe për të gjithë ata që nuk e njohin dhe nuk e kanë vizituar ende, pse duhet vinë ta vizitojnë këtë tumë? Atëre, informacionet e para për zbulimin e tumës Kamenicës kanë qenë që në vitin 1960. Dhe në vitin 97, si çdo sit arkeologjik të ndryshëm të gjithë Shqipërinë, edhe tuma e Kamenicës rah preh e gërmimeve klandestine të tyre. Kështu që ne u detyruam pas gërmimeve klandestine të ndryhet edhe me grupin e shpëtimit arkeologjik shqiptar nga Tirana, nëpërmjet Institutit Arkeologjik dhe autoritetet të Muzeut Arkeologjik dhe Përthamës Arkeologjike të Korçës të atëhershme. Është e rëndësishme patjetër, sepse vetë struktura që na paraqit tuma e Kamenicës është nga më të veçantat. Tuma ka rreth 200, por jo si tuma e Kamenicës. E kam thënë edhe herë të tjera që është fat i madh për rajonin e Korçës, edhe i ka rënë një telebingo e madhe që ekziston tuma, ose do ta quajmë më mirë qendër arkeologjike tuma e Kamenicës, sepse kjo do të quhet edhe do ta shndrojmë në një qendër arkeologjike multifunksionale, sepse jo vetëm thjesht që ta ofron atraksionin e vizitorëve të atraksioneve të ndryshme arkeologjike dhe potencialet që ajo mbart, apo qoftë edhe eksponatet brenda muzeut, por kjo është edhe multifunksionale sepse aty paraqiten qoftë edhe fonderin, qoftë edhe përpunimin e qeramikës, qoftë edhe për kulturën e kulinarisë. Pra, është shumë multifunksionale dhe në dimensionin e vet ajo është bërë edhe për të afruar nxënësit e shkollave të kategorive të ndryshme, qoftë ato të sistemit nëntëvjeçar, qoftë ato të sistemit të shkollës mesme dhe universitar. Këtu kemi dhe tabelën hyrëse, që shpjegon për të gjithë vizitorët apo jo? Në dy gjuhë shqipe dhe anglisht, po me që ne japim një ide më të qartë edhe turistit që nuk e kupton dot se ç'do të thotë një tumë. Tuma është në gjuhën më të thjeshtë një kodërvar e ngritur artificialisht, e cila daton më hershmja në shekullin e 12 dhe deri në shekullin e 6. Pra e gjithë filozofia e tumës Kamenicës fillon nga shekulli 12 dhe në shekullin e 6. Të ndara këto sipas kronologjive në kategori të ndryshme. Në kohë brenda kemi dhe një muze. Tregojmë disa elemente të veçantë të muzeut? Patjetër. Dhe jo pa qëllim unë kam zgjedhur këtë këndin këtu. Kjo është janë disa eksponate që japin historikun e përgjithshëm në kontekstin e përgjithshëm arkeologjik të tumave në Shqipëri, që janë 180 të njohura ndërkombëtarisht ato, edhe në literatura ndërkombëtare dhe shkencore, por më e rëndësishme është tuma e Kamenicës. Këtu është një sit që është bërë një gërmim multifunksional ndërdisiplinar, që do të thotë këtu kanë marrë pjesë shumë specialistë arkeologë të ndryshëm të fushave të ndryshme, por e rëndësishme është që këtu për të parën herë kanë marrë pjesë edhe në studimin antropologjik. Po njëkohësisht janë bërë edhe analizat C14 të karbonit. Pra janë 200 kampione të ADN-s që janë përcaktuar nga se kanë ndekur lloji i sëmundjeve dhe çfarë janë, do të thënë të llojit të femër, mashkull, apo fëmijë dhe gjenite e ndryshme që janë të përcaktuara shumë saktë. Tu kemi në fakt një skelet që është një grua edhe një fëmijë, ka qenë një grua moshës 37 vjeç. Këtu kemi të bëjmë me një skelet fetus, është unikal mund ta themi në botë, që nuk kanë dalë në tumat e tjera një diçka e tillë, do të shumë e rëndësishme. Edhe kjo falë edhe për kujdesit jo vetëm të gërmimeve nga ana jonë, po edhe të marrjes pjesë të antropologëve brenda në gërmim.
që u bë e mundur edhe shpëtimi i këtij fetusi. Për ta ruajtur të gjithë. Sepse mund të ikte në terrenet të duke se si dhe i thjeshtë edhe me një dhe e itje. Pra është duke se një kulturë kaq rëndësishme, kaq inovative apo quaj si të duash. Kaq e veçantë. Është unikale në botë kjo. Po, unë po them, këtu kemi një maket të bërë aty, se si është përcaktuar edhe tuma në përgjithësi. Kemi të bëjmë një tumë me dimension 75 metra me 60 metra. Pra, është një tumë relativisht shumë e madhe, edhe në hapjen gjeografike të saj, ku kemi përcaktuar, ne kemi gërmuar vetëm 3 sektorë. Edhe 2 sektorë të tjeri kemi lënë pa gërmuar me tendencë për brezat e ardhshëm, që në base do të na bashkohet edhe në një shkencë e re, për të na dhënë element edhe më të rëndësishëm se kaq. Pra, do të kemi të bëjmë. Filozofia është, do të thënë, ajo e jetës dhe e vdekjes. Ndërkohë për të gjithë ata që nuk e kanë vizituar, është vetëm 5 minuta larg nga qyteti i Korçës. Ai që nuk e ka vizituar është fatkeqësi e madhe që të kesh një si ta them unë, një potencial kaq të rëndësishëm. Më vjen çudi domethënë. Kështu që ne ju ftojmë të gjithëve që të vini të vizitoni tumën e Kamenicës. Besoj se nuk do ngelen të zgënjur. Ata kanë ardhur domethënë turistë nga fundi i botës, nga Zelanda e Re, nga Argentina, nga Brazili, nga mos i them se janë shumë vizitor të profesioneve të ndryshme, gazetarë, artistë nga më të ndryshme. Ama duhet të dish që këtu kanë ardhur, do të thënë, lloj njerëzish të kategorive të ndryshme, shumë të edhe nga ana e profesioneve të tyre që nuk kishin të bënë me lidhje arkeologjike, po më thjesht, do të thënë, vetëm për interes ata e kanë erdhur. Por që u lumtojnë për të parë se çfarë mund të vizitojnë tjetër kur dalen. Po këtë që kujtdo që ka ardhur këtu ka ngelur i manitur edhe i impresionuar. Edhe është vërtet për të impresionuar. Dhe për gjithë ju që do të vini, Florenci është në dispozicion t'ju shpjegojë me çdo detaj, çdo element që ka ky muze dhe këtu. Patjetër, unë jam i detyruar, domethënë të jap sa më shumë informacion që çdo turist këtu të ikë më i plotësuar se kur.